Rasti i Banjskës tronditi gjithë opinionin publik. Ka filluar procesi gjyqësor në gjykatën themelore në Prishtinë, ku të pranishëm janë 3 të akuzuarit. E gjatë seancës, prokurori tregoi në vendngjarjes janë sekuestruar armë të cilat grupi kishte përdorur në këtë rast. Policia ka sekuestruar edhe prova elektronike, të cilat ishin të koduara si telefona satelitor, të cilat grupi kishte përdorur sipas planifikimeve të tyre. Provat më të rëndësishme janë dokumentet dhe vërtetimet që grupi terrorist i kishte pranuar nga zyrtarët usharak të Serbisë. Armët ishin prodhimi i shtetit të Serbisë. Prokuroria ka arritur të sekuestrojë dhe i ka ofruar gjykatës prova si harta topografike të veriut Kosovës, pozicione me ngjyrë në Banjsk dhe pozicione se ku duhet të vendoset grupi në Banjsk. 3 harta topografike, 6 harta të nxjerrura nga Google Maps dhe 3 letra të skenuara. E krit këto me qëllim për të përçuar mesazh se ku jetojnë dhe ku janë personat të cilët ishin në Banjsk. Kështu tha prokurori i prokurorisë speciale Naima Bazi. Ai tutje tha se nga ky sulm mbeti vrar Afrim Bunjaku, i plagosur Alban Rashiti dhe të lënduar 3 policë të tjerë, Qerim Shaqiri, Mirsad Kryziu dhe Seda Dushi, të cilët kanë shkuar në vendin e ngjarjes me qëllim për të larguar kamionët e vendosur nga grupi terrorist. E më 25 shtator kishin nisur gjykimin ndaj të akuzuarve për sulmin në Banjsk. 3 nga 45 të dyshuarit për të sulmin paraqiten në gjykatë. Shurtimi fillestar për rastin Banjska ishte ndërprer, po atë ditë e kjo ndodhi me kërkesë të mbrojtjes të akuzuarve për shkak të ankesave që nuk i kanë shkresat e lëndës në mënyrë fizike. E para gjykatës themelore në Prishtinë me 25 shtator u paraqitën Vladimir Tolić, Blagoje Spajović dhe Dušan Maksimović. Ata akuza për sulmin terrorist të një viti më parë ku u vra polici i shpallur hero nga institucionet e Kosovës Afrim Bunjaku u ngrit më 11 shtator.